Ekspertët e shpëtimit rikuperuan nga uji superjatin e fundosur të Mike Lynch dhe filluan ta nxjerrin në sipërfaqe të shtunën, 10 muaj pasi u fundos në brigjet e Sicilisë Veriore, duke vrarë manjatin britanik të teknologjisë, vajzën e tij adoleshente dhe 5 persona të tjerë. Puna rifilloi në të gzirtës së shtunës, me një nga vinçadetar më të fuqishëm në Europë, që u përdor për të nxjerrë nga uji jatin Bayesian, 56 metra të gjatë. Kuvertat e sipërme të anijes dukeshin të dëmtuara rënd, ndërsa trupi blu ishte i mbuluar me balt. Kompania TMC Marine ka udhëhequr operacionin e shpëtimit, duke punuar gjatë ditëve të fundit me specialistët holandez Hybo Maritime Service për të ngritur jatin nga një thellësi prej gati 50 metrash nga shtrati i detit. Anija Bayesian ishte ankoruar pranë një porti të vogël pranë Palermos në gusht të vitit të kaluar, kur u fundos gjatë një stuhie të papritur. Jati ishte i ndjeshëm ndaj erërave të forta dhe ndoshta u përmbys nga shpërthime ere me shpejtësi mbi 117 km/h, tha një raport i përkohshëm i Mbretërisë së Bashkuar muajin e kaluar. Procesi i rikuperimit u bë më i lehtë pasi direku 72 metra i anijes u pret duke e përdorur një mjet prerës me telekomand dhe u vendos në shtratin e detit të martën. Jati pritet të transportohet në portin e afërt të termini i Mereze të hënën dhe do u dorëzohet autoriteteve që po hetojnë tragjedinë që vrau Lynch, themeluesin e kompanisë së softwareve Autonomy.